të justifikoj uljen e numrit të bashkive. Sigurisht nga bashkitë të cilat preket nga reforma territoriale e njëanshme e Partisë Socialiste është edhe Bashkia e Fusharzit. Dhe kam kënaqësi të kemi komunikim online me zotin Hil Curri, kryetar i kësaj bashkie. Zotin Curri, përshëndes. Përshëndetje. Atëherë, Partia Socialiste kërkon që të shkri Bashkinë e Fusharzit, drejtuesi së cilës jeni ju. Çdo të thot shkrirja e kësaj bashkie dhe bashkimi i saj me Bashkinë e Pukës për qytetarët e këtij qyteti. Vetë fjala shkrirje, unë mendoj që është pak raciste. Në terma demokratik nuk ka shkrirje, ka bashkime, dhe bashkimet banë më vullnetin e pjesës qytetare. Unë mendoj që të merret si fenomen Bashkia Fusharzit në gjithë zonën e Veriut, e kuptove, do të jetë diskriminimi më i madh që i bëhet komunitetit Fusharzit. Bashkia Fusharzit është një territor 650 km², ka një industri në shumë bashki të Shqipërisë, jep për GDP-n shqiptare deri në 200 milion euro në vit. Kështu ka industri energjetike, industrinë e ujit, industrinë minerale, dhe kjo është një element që nuk mundet që të merret Bashkia Fusharzit, që është një bashki me ekonomi në rritje, dhe sot që flasim, Bashkia Fusharzit nuk ka vetëm punësum bashki, po është bashkia më e punësuar në Shqipëri për shkak të industrisë që zhvillohet në Bashkinë e Fusharzit. Unë ndjeka pak parë në media zotin Mazniku, mendoj që nuk ka bërë ekspertizë, mendoj që nuk ka ekspert Bashkimit Evropian. Në Fusharrës për sa i përket këtij ndryshimi që propozohet? Jo, asnjë dëgjesë. Dhe kena kërku një gjesa nga komisioni. Po në dëgjesën që është bërë në Shkodra, keni marrë pjesë, ju të paktën apo stafi juaj? Po, ka pas një gjesë për Shkodrë, po kjo ishte një gjesë vetëm për Shkodrën, me unë, sepse Bashkia Shkodrës nuk preket, Bashkia e Laçit Vallëdrejës preket, Bashkia e Malësisë Madhe nuk preket, kështu që në gjithë zonën e Veriut to kanë menuar me prek vetëm Bashkinë e Fusharzit, që mendoj që kanë bërë si llogari gabim dhe nuk mund të lozin me nuk është një qendër gjeografik Bashkia Fusharzit. Lobimi me Bashkinë e Fusharzit do fillojë dhe nuk do të jetë kaq e lehtë shkret Bashkia Fusharzit për një ekspertizë që ka bërë zoti Mazniku, që mendoj që është një ekspert më të dobët si ka sot në Shqipëri, që unë jam një që merrem shumë me Bashkimin Evropian dhe i njoft ekspertë e Bashkimit Evropian, të cilët merren me reformat territoriale. Zoti Mazniku nuk e ka kapacitetin për me bë një ekspertizë. Sa banor ka Bashkia e Fusharzit, zoti Curri? Bashkia e Fusharzit ka 12.500 banor. Çfarë shërbimi ofroni ju si kryetari i bashkisë? Dhe çfarë shërbime ofron bashkia për banorët atje? Gjitha shërbimet. Po jo pyes, pasi pak çaste më parë nuk e di nëse ndoqët. Zoti Mazniku posaçërisht për Bashkinë Fusharrës tha se atje do shtohet numri i inxhinierëve, teknikëve, do shtohet numri i infermierëve, do shtohet numri i edukatorëve dhe mësuesve.